Njësoj kisha prezentuar edhe para rreth 5 vitesh mësafirin tim të sotëm si kryetarin më i gjatë të një partije politike në Kosovë. Vazhdon të jetë i tillë edhe sot pas rreth 20 vite në krye të Partisë Liberale të Kosovës. Për gjatë kësaj kohe ka pasur mandate në Parlamentin e Kosovës, si para luftës, ashtu edhe pas luftës, ka qenë pjesë e Këshillit Tranzitor të Kosovës, ka qenë 2 herë zëvendës kryeministër në qeveri dhe tash pas një ta quaj incidenti ose keqkuptimeve që janë raportuar nga 2 palët, si nga qeveria, si nga ai vet, tash 18 muaj nuk është askund dhe kjo është intervista e parë për shpjeguar gjithçka që ka ndodhur edhe atëherë dhe se çfarë mendon se po ndodh edhe sot. Zoti Gjergj Dedaj, mirë se erdhët në Rubikon. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën. Ju lutem. E paralajmërova pra si një farë thyrje të heshtjes. Ju ishit në një që u quajt zëvendësministër për 2 ditë, u caktuat zëvendësministër në Ministrinë e Infrastrukturës që quhet tash, atëherë ishte Ministria e Transportit dhe u shkarkuat për atë që u quajt për keqpërdorime financiare. Ju ishit shumë i zëshëm, por prej atëherë pastaj nuk folet asgjë. Çfarë ndodhi? Fillimisht ndihem shumë i nderuar që jam në këtë studio dhe shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë shikuesit e Koha Vizionit dhe t'ju uroj festat e fundvitit gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Jam tepër, ndoshta nuk është modeste, por shumë krenar që për 20 vite Partia Liberale e Kosovës ka qenë pjesë e gjitha zhvillimeve që ka ndodhur në Kosovë, para lufte, gjatë lufte dhe pas lufte. Edhe sot kësaj dite është pjesë jo vetëm brenda për brenda Kosovës, por edhe në arenën ndërkombëtare dhe siç e dini, Partia Liberale e Kosovës është vetëm një subjekt politik i Kosovës, antare fuqiplot në grupin e partive liberale dhe demokratike të Evropës në Bruxelles dhe antare e Internacionales Liberale me Selin Londër. Ndërsa unë personalisht jam njëri prej nënkretarëve të Internacionales Liberale me Selin Londër. Pra në aspektin e kontributeve për çështjen e Kosovës, mendoj se liberalt edhe të tjerat subjekte politike, për në liberalt spaku për një shuplak duhet me majtë kokën më lartë për atë çka kemi bë, çka kemi sakrifikuar dhe çka kemi vujt për Kosovën dhe çka kemi dhënë Kosovës. Sa i përket kësaj storie që mund të them se është ka qenë spektakolare për mua, shumë ofenduese, që jam spari pa pëlqimin tim jam emëruar zëvendësministër i punës dhe mirëqenie sociale, s'm ka pyet askush, edhe pse ne kishim një marrëveshje nënshkruar vitin 2007 për koalicion me kryeministrin Thaçi, e cila marrëveshje ka disa nene, mund të bëhet publike edhe për mediat. Kjo ishte hera parë ku ishte zëvendësministër. Dhe asnjë pikë dhe asnjë nen i asaj marrëveshje nuk është plotësuar dhe nuk është respektuar nga kryeministri Thaçi, respektivisht Partia Demokratike e Kosovës, por në këtë rast unë mendoj se për këtë rast është fajtor dhe përgjegjës vetë kryeministri Thaçi, sepse unë dhe ai e kemi bërë nënshkrimin e kësaj marrëveshje dhe nuk e ka respektuar. Por ju pranuat postin. Unë e kam pranuar për shkak se në vitin 2007 ishte ende Kosova pa u shpall pavarësia e Kosovës, edhe kam dashur me shembullin tim unik ti tregoj jo vetëm qytetarët e Kosovës, por gjithë botës demokratike, pa marrë parasysh ajo çfarë na ka ndodhur në luftë dhe çka kemi përjetuar në luftë. Duhet të flas se njëra prej familjeve që ka përjetuar, mund të them, gjenocid dhe sakrifica shumë mëdha gjatë luftës së fundit në Kosovë është familja ime, cilës i përkulem dhe i ngritem në këmbë çdo moment për ato sakrifica. Mirë po, kam pranuar që të jam zëvendësministër i ministrit serb për me tregu se ne jemi të gatshëm të kalojmë me lan pas nesh, me shiçuka ardhmja dhe me inkuraju që edhe serbët, si qytetarët barabartë të Kosovës, të jenë pjesë të institucioneve të shoqërisë kosovare. Dhe domethënë ta bëjmë një ndarje komplet diferente nga politika diskriminuese e ish diktatorit Milošević që ka bën ndaj popullit Kosovës. Ishte atipike, madje më kujtohet edhe atëherë ju kishit thënë mirë, më është caktuar ky post, por do të konsultohem një herë me familjen se çfarë mendimi kanë ata. Në mbrëmje 5 minuta para se kryeministri me dalmi i lexuaj emrat, më kanë thirrë, më kanë thonë që më kanë caktuar aty, kam thonë mos ma lexoni emrin sonte, pa u konsultuar me familjen, sepse unë kam kuptuar dhe më ka shku mendja se mund më kesh kupton familja ime, sepse ne gjatë
këtune 10 viteve, 12 vite pas luftë, më shumë jena marrë me varrime, rivarrime të familjarëve të njerëzve tonë, dhe kam menduar se ata jetimat që sot rriten në një fshat Malësisë Gjakos mund të keq kuptojnë, domethënë, megjithatë unë jam bërë një shpjegim. Aty ishte edhe rësori i familjeve dëshmorëve, invalidëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kam dashur me dhënë edhe një kontribut, cilën e ka çmuar edhe LDR-i, e ka çmuar institucionet e Bashkimit Evropian dhe shpesh më kanë përmendur si shembull në Bruksell kur kam bërë vizita, domethënë se ne jemi popull që dim të falim, jo të harrojmë, po dim të falim. E populli që ka shpirt madh, që është fisnik dhe bujar, ai din edhe të fal. Edhe njeriu që ka shpirt madh, fisnik dhe bujar, domethënë din të fal. Çka përmbante marrëveshja që thatë se keni pas para zgjedhore me Partinë Demokratike të Kosovës, të kryesuar atëherë nga Hashim Thaçi, e diet pas atyre zgjedhjeve, pra PDK-ja ja doli ta formoj edhe qeverinë. Kështu që e para kemi pas marrëveshje që kemi postin e një zëvendësministri, pastaj që Partia Liberale e Kosovës të ketë domethënë përfaqësues të vet në për drejtoratet ndryshme. Kemi pas edhe kryeinspektorin e punës të Republikës Kosovës, zotin Skëndergashi, nënkryetari i Partisë Liberale, që është një personalitet dhe fisnik dhe punëtor shumë i vyshëm që dhe është largu shkarku, domethënë pa asnjë sqarim. Dhe kemi pas që në zgjedhjet e ardhshme lokale mas këtyne, domethënë që kemi përfaqësim nga një këshilltar, domethënë na mundsohet në listën zgjedhore që të kemi përfaqësim nga një këshilltar në gjitha komunat e Kosovës. Dhe të kemi drejtorat edhe në bordë të përfshimit. Kjo asnjë skandal. Përveç zëvendësministër që ajo ka ndodhur zëvendësministër që mendoj se është kapitulli më tragjik i jetës time. Domethënë është më tragjik sepse është lujt me personalitetin tim, është lujt me ndjenjat e mia, me sakrificat e mia, me gjithë atë që kam bë. Unë mendoj se kam bërë atë që është dashur ta bëj për vendin tim dhe është privilegj dhe kam pas nderin që të bëj si çdo qytetar tjetër, sepse dikush po rrat gjyk se jo kam bënë, jo ka bëj, jo kjo krahin, jo ky fis, jo kjo parti, për Kosovën kanë kontribut gjithë. Madje edhe diaspora shumë, por edhe çdo qytetar i Kosovës. E pse ju thoni se ju është në përkëmbur digniteti? Po është në përkëmbur digniteti sepse aty kam qenë vesh një figurë, domethënë e kotë, që s'kam pas kufar për shtetit, s'm ka pyet kush për atë punë. Rreth meje i kanë qenë njerëz të vet, domethënë më një herë në punë aty ku kam qenë rrethum, që kam respekt i përshëndes, domethënë s'kam vrejtje asgjë ta. Mirë po, nuk na kanë lënë domethënë me pas në natërsorin e Ministrisë së Punës dhe Mbështetjes Sociale me pas domethënë një pjesë të realizimit të programit dhe vizionit Partisë Liberale të Kosovës, sepse çdo parti domethënë synon për shtetin dhe çdo parti ka një vizion për çështjet e punës, të mbështetjes sociale dhe kam bërë atë që kam mujt, kam taku disa ministra të shfrytzuar lidhjet e mia me botën e jashtme të punës, vizita parë e një ministri, zëvendës ministri jashtë Kosovës pas shpalljes parasisë Kosovës, ka qenë vizita ime në Paris me ministrin e punës Xavier Bertrand dhe ata thanë që kjo është një vizitë historike sepse për herë të parë një qeveritar i Republikës Kosovës po viziton Parisin edhe po viziton një shtet. Por kjo që ju ka takuar në qeveri, a ka qenë edhe rezultati votave që i keni sjellur si Parti Liberale në listën e PDK-s? Ne kemi qenë, nuk na është leju fare me shënu në listë, për shembull PDK, PLK. Po mirë, kjo ka qenë pjesë e marrëveshjes. Marrëveshja, unë i kam mbyllë syt para asaj marrëveshje, janë shumë arsye, që ndoshta na me sen tjetër do të shpalosi. Por unë bashkë me magjistrin e historisë Frashër Demaj, të cilën e kanë hudhur dikon ka 100 në listë, vetëm sa për me qenë gjaja në listë, i kemi sjellë në Partinë Demokratike mbi 10.000 vota, 10.500 vota. Dhe me ato 10.500 vota, Partia Demokratike në fakt i ka fitu, nëse për çdo deputet sillet shuma e vota 3.000, 5.000, 6.000, domethënë mesatarja 5.000 vota, domethënë i ka sjell 2 deputet Partisë Demokratike të Kosovës më shumë vota të udhëtarëve, simpatizuesve të Partisë Liberale të Kosovës. Dhe ne s'kemi pas asnjë beneficion nga këto vota dhe nga kjo marrëveshje, sepse o kondosh spaku edhe nga buxheti që ndahet për partitë politike parlamentare, të ndahet një sasi për spaku 2 deputet apo së paku për njënin për nesh, domethënë një mbështetje financiare edhe për Partinë Liberale të Kosovës që s'ka ndodhur asnjë cent asnjëherë. Dhe kjo mendoj se është edhe një farloj, domethënë, jo korrektësie, mos ta quajnë ashtu diskriminim, por jo korrektësi ndaj Partisë Liberale të Kosovës.
Dhe çka ndodhi me caktimin në postin e dytë të zëvendës ministrit, pra në ministrinë që ufisja të bëhet nga Fatmir Limaj. Para du ta sqaroj, kur më ka thirrë kryeministri në zyrën e tij, flas për herën e parë, më ka thonë që duhet të shkoj në shtëpi, unë kam thonë se nëse duhet më shku në shtëpi, duhet më shku edhe ai në shtëpi. Domethënë, edhe nëse unë duhet më met pa punë, duhet më met edhe ai pa punë. Pse? Sepse duhet me pas një sqarim pse duhet më shku në shtëpi. Edhe kur ka pa ai se unë kam ngulës për me kërkuar sqarimin, se kur jep sqarimin e ke bë gabimin, absolutisht jam për atë çdo gjë që duhet në konform ligjit, domethënë me nënshtrua. Askush nuk duhet me qenë në Kosovë mbi ligjin, edhe pse me ligjin në ka shkara vitin ka bën çka po dojnë. Edhe më ka thonë zoti Dedaj, mas një ore kam të thirr, kam të sqaru dhe çdo gjë kam të qenë në rregull. Kam thonë rregullën e pres një orë. Ka kalu një orë, kanë kalu disa orë dhe kurse më ka thirr edhe më romet kam dëgjuar se më shaku. Ishte në mënyrë pa ndershme, ishte shumë mënyrë dinake, që mendoj nuk i ban nder një kryeministri. Kjo për herën e parë apo për herën e parë? Pastaj kam hesht. Kjo ishte me rastin e reformativ. Po. Kam hesht asnjë fjalë. Bile në një konferencë për shtyp kam thonë se koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës vazhdon. Sa gazetarë me plot drejt kanë qesh, domethënë ti je shkarku, koalicioni vazhdon sepse unë gjithmonë nëse beson se jo është ajo relevante, më rëndësishme që unë ta them, edhe qëndroj pas kësaj, mbi çfarë do interesi partijak dhe personale e kam vu çështjen e Kosovës. Ndoshta edhe të tjerët, po unë flas nuk kam kompetent me fol për të tjerët. Dhe kam menduar se domethënë kjo heshtja ime, domethënë do të jetë në rregull, mos me shkaktu turbulenca politike në skenën politike të Kosovës, ishim para proceseve dhe ende Kosova është para proceseve të rëndësishme, dhe unë mendoj se kryeministri Thaçi ose Gjergj Dedaj ose dikush tjetër kur është në pyetje Kosova, sakrificat e Kosovës na bubrecat zakonshëm, që domon nuk paraqesim me ne edhe pa ne Kosova kishte ndodhur kjo çka ka ndodhur, dhe me ne pa ne Kosova do të ecë rrugës vet, sepse Kosova ka plot njerëz dhe pastaj pas parafërsisht një muaj ju caktuat siç e thash në fillim. Pastaj më ka ftu prapë në zyrën e tij, edhe më ka thonë zoti Dedaj kush e vetën. Ndoshta e ka pa që ka bë gabim, unë jam shumë i bindur që edhe e ka pa, dhe tash duhet ta shes se është ka gabuar shumë, e ka mu bind një ditë që ka gabuar shumë. Domethënë më ka thirrur kanë kush e vetën. Ne kam zoti kryeministër për mua është me rëndësi me ma caktu Kosova në detyrë, çfarë do detyrë të ma cakton Kosova, unë do të jam aty. Jam në shërbim saj, jam rregati saj. Dhe më ka thonë, kishe shku i kena fol disa ministri. A kishe shku se ishte një vend i zbrazë në Ministrinë e Transportit, atëherë udhëheste deputeti Limaj. Kam thonë, s'ka problem, merru vesh me Limajn, sepse mos më futni mua aty në mes jush me djega, me botelashe, sepse unë nuk jam i disponuar. Pse i thatë mes jush? Ju kishit parasysh se kishin ata u bën disa në ministri tashin publike, do kontrollime, do gjona, do fjalë, të cilat unë isha hezitojsha, isha edhe pritojsha shumë, domethënë. Mirë, po kam thonë, s'par ju jeni kryeministër, jeni kryetari i partisë, ajo është nën kryetari i partisë, merri vesh bashkë. Nëse unë shkoj mos më lujt me mua. Dhe kur më kanë njoftuar se më kanë caktuar, po atë ditë ka vdek gruaja deputetit Limaj, kam marrë pjesë në varrim në bajt Malishevës, me keqardhje domthonë kemi marrë atë lajm, dhe pastaj unë kanë thonë se pamja zgjat 3-4 ditë, unë s'kam dashur me shku në punë në ministri, sepse derisa ministri ishte domethënë në rast të vdekjes, ishte pa ndershme tash unë me shfrytzuar rastin me shku edhe pa qenë zoti shtëpisë, pa qenë ministri. Edhe nuk kam dalë në punë deri të mërkurën. Kur kam dalë punë të mërkurën, kam njoftuar se unë mërkurën në orën 9 dal në punë, kam shku, s'ka qenë askush përveç një pastrues dhe një vajzë re, asistente me siguri, dhe s'ka qenë asnjë njeri në katin ku punon, ku ka punuar domethënë ministri Limaj, dhe asnjë njeri s'm thon asnjë përgjigje. Kam prit pak kohë. Si shpjegohet kjo? Kjo shpjegohet domethënë e kam pasur diçka që është në rregull. Plus asaj kam njoftuar kabinetin e kryeministit çka ka bëhet me telefon, më kanë çuar telefonin. Domethënë ishte për mendimin tim, kjo ishte një mënyrë arrogante, edhe kështu nuk duhet sillet ndaj asnjë kafshë, domethënë në mënyrë pa dinjitetshme, s'paku më mlemru, se unë jam një farë malësore, një farë njeri që kuptoj, më thonë Gjergj, shko në shtëpi, s'dojmë bashkë me koalicion në shkoj në shtëpi. Sepse domethënë na jemi opozitë Serbisë 100 vjet, kishim ndajt prap pa punë, kishim ndajt prap shtëpi, siç jam sot në shtëpi pa punë. Ju thoni se gjithë kjo ishte orkestruar vetëm për ju? Ishte orkestruar, se nuk ka kuptim, domethënë mos më prit dikush më masharu në zyrtari i ministrisë, më thon zoti Dedaj, ju keni ardhur kot se ju nuk jeni këtu. Edhe jam këtu në zyrën e partisë,
e kam hapë, do më thonë, lajmet, faqet e lajmeve, dhe kam lexuar se shkarkohet Gjergj Deda, në kam mënu se kam jetë në lajme nga shkarkimi i parë, se unë ende se kisha nis asnjë minutë në punë. Do më thonë kjo është shkarkim për libër të Genisit. U quajt pra vetëm 2 ditë, cilat ju s'keni sen fare në zyrë, nga hena deri në mërkurën. Asnjë minutë s'kam punuar, asnjë sekond. Më shumë ti që më ka dhimbt, kur kam lexuar disa media nga Shqipënia, që në Ministrinë e Transportit filloi luftimi i korrupsionit, u shkarkua zënës ministri. Po kjo ishte nga kumtesa që ishte skandaloze. Hashim Thaçi, kryeministri. Kjo ishte skandaloze, domethënë. Edhe Hashim Thaçi, që duhet të them sot nga kjo studio, edhe për shkarkimin e parë, edhe sidomos për shkarkimin e dytë, ai më ka thënë se unë s'kam ditë gjë. Edhe ajo komunikat që ka dalë në emrin e tij, ai më ka thënë se unë s'kam ditë gjë, kjo s'kam bënë. Si ka mundësi? Ta do ta flasim, unë nuk kam me hesht më. Unë kam dëshirë figurën time. Po tham shumë drejt. Lame me gjak dhe me djerë se 20 vjet. Nuk ka askush mandat as drejt me një llos. Sikur çdo figurë tjetër, çdo diniteti, ka pasur edhe raportime media për ka pasur raportime, ka pasur raportime edhe Ministria e Punës dhe Maqenisë Sociale, zyrtari për media u ka dërguar gjitha mediave. Se zoti Dedaj, unë kam me vete shkresë do ta lë në fund një kopje që mund ta merr kushdo në ministri, se zoti Dedaj ka gjitha fakturat këtu, është krejt në rregull dhe domethënë aty unë nuk jam shkarku për ato, se ato shqeqen kontrim euro, të cilat çdo zënës ministri ka pas për me udhëtu jashtë. Unë kam bërë takime jashtë me ministra, kur asnjë ministri i Kosovës s'është taku në atë kur jam takuar me ministrat, me asnjë ministër në vendin. Ishte një shumë mbi 30.000 euro. Ishte një shumë, domethënë për shoqja, çdo muaj kena pas, nëse 10 muaj, 12 muaj, domethënë çaja. Edhe unë zakonisht i kam mbledhur fakturat, i kam lënë aty, është shërbimi, është zyra domethënë e financat që merren me fakturën, s'merrem, unë i dorëzoj në zarf, edhe shqashtë tyne. Tash ai ka shkruar në kumtesën pra që kanë vendimin kryeministri Thaçi e ka marrë bazuar në të zgjedhurat e fundit nga organet kompetente që flasin për kesëpërdorimin dhe kesëmenaxhimin që Deda e ka bërë gjatë periudhës që kur ka ushtruar detyrën e zëvendës ministrit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Pra në shkruar nga kryeministri. Nuk po lexoni atë çka ka shkruar zyrtarisht Ministria e Punës, se zoti Dedaj i ka të gjitha fakturat këtu, edhe jemi ka i shriqojmë edhe të gjitha. Po flasim për pjesën domethënë e dyta. Kryeministri i Kosovës si ka mund thot pas kësaj që ka dalë në media, që ka lexuar këtë rregull. Unë po pas kësaj Hashim Thaçi më thot, unë s'e kam dhënë atë komitesë, unë s'e di për atë komitesë. Po se ka mohuar asnjëherë. Jo, se ka mohuar. Ata do të më pyet pse se ka mohu. Po unë flas çka më ka thonë ai, që ai më ka thonë mua se as që e ka ditë që unë jam shkruar. Ai është çështje e tij. Ai ka më masharu mua këta. Pse më ka thonë që ai se ka ditë edhe bele, po kësaj radhe janë disa procese nuk du, edhe më ka thonë emra kush më ka shkarku. Po jo kryeministri. Domethënë, për këtë arsye unë du sharrime. Unë nëse du me ta thonë Adriatik, si jeni ndër gazetarë që unë më shumë të ishme në Republikën e Kosovës, nashta edhe në rajon. Du me ta thonë, nëse duhet mu dënu për diçka Gjergj Dedaj, majnë e mandë të manë në opinioni, duhet më dënu me dënim me burgim përjetshëm për ata se s'kam kursuj asë një sekund, asë një cent. Kam shkri këtë shka kam pas për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, edhe që i kam nënë familjen keq, për këta duhet më dënu. A për shqyqa, ta shukon bë mod me një losë gjithkan, edhe këti njëjt 20 vjetë smujtëm kur gjo me jaqit një pikë zes. Po pse, çka kishte zoti Thaçi kundër jush? Ata. Ju keni thënë pra në ditën kur jeni shkarkuar, prej këtij momenti, citat juaj, prej këtij momenti jam kundërshtar politik i Hashim Thaçit, jo i PDK-s, jo i qeverisë së Kosovës, jo i partive politike, por vetëm kundërshtar i Hashim Thaçit. Unë do të kem përballje vetëm me Hashim Thaçin, të cilin e ftoj që brenda javës së ardhshme ose të më kërkoj falje publike ose të më pres në një takim sy me sy, përndryshe do ta flas atë që e kam heshtur tash 11 vjet. Absolutisht e vërtetë. Shkruajnë për shkruajnë. Ju nuk keni folur, atë më njerë keni pas një kërkesë për një intervistë në KTV. Keni thënë se do të vini, pastaj keni lajmëruar se keni disa musafir dhe nuk keni ardhur, megjithëse e keni paralajmëruar. Çfarë ndodhi? Absolutisht është e vërtetë. Unë me thënë drejtën, përveç konicës e du dhe fishtën shumë. Në një shkrim fishta në një fjali e ka se nuk thamën, ai nuk e ka thonë, pa ka thonë përgjithësi trimi kur në ngutat, ne nuk kam pas nevojë më nxitu dhe
kur e ka pa, me siguri e ka pa, Hashim Thaçi ata çka kam thonë në televizion ka qenë dashur me thonë diçka tjetër dhe më ashpër, por e kam kursy, atëre më në 7 ditë më ka taku. Falë publike nuk ju ka... Shqyqa, unë kam kërku, ose më taku më sharu, ose kam me dalë publikisht. Më ka taku. Unë nuk me thonë, aja shka s'kando, e ka majtë fjallën dhe më ka taku. Kur ka qenë në vizit Washington, është këthy, më ka taku. Sepse njerëzit e tij kur kanë pa atë në televizion kanë thonë a ban me heshti deri ku pret kryeministi për çka ndodhi pra ndërmjet orës 7 kur e kishit konfirmuar intervistën për ne dhe orën 11 kur duhet të thirrë njerëz të kabinetit Thaçi, ka thonë njerëz të kabinetit Thaçi. Më kanë thonë a ka mundësi mos më shku në studi derisa të pret kryeministri Thaçi sepse nuk kam dashur me ditë për shkak të lojna me mua, se nuk mendoj se boll kanë bë padrejtësi ndaj meje, tash më mor prap me mua është pak tepër. Dhe kam thonë, a ne besë, në po, jam shumë besnik, bile kam besë të pritës. Ja besë, e kam thonë, regull, shka duhet 7 ditë. Kryeministri ka shku në Washington në vizit, është këthy, ma 7 ditë më ka taku. Edhe më ka thonë, une nuk të kam shkarku. Une se kam ditë që ti je shkarku, dhe sa kam të kam po në televizion. Se nuk u këthyet atë? Shëqa, më ka thonë që do të kthesh, tash duhet me pyet kryeministrin pse nuk ka mujt me më kthy, shka ka pas probleme njerëz të tij aty rreth tij. Që ka diçka domethënë, po unë nuk jam në Partinë Demokratike, as nuk shkoj në lidhje të Partisë Demokratike, edhe ndoshta një herë se dy herë një temë kam qenë në Partinë Demokratike, dhe unë kam Partinë Liberale të Kosovës. Dhe për këtë arsye aty diçka ka pas, aty më saruaj. Ju heshtet ajo natë, domethënë heshtet deri me sot, unë kam heshtur, unë jam taku disa herë me kryeministrin. Edhe disa herë më ka premtuar, ka thonë që do të rregullohet, edhe nuk e ka rregulluar. Unë sot vazhdoj 18 muaj jam pa punë, pa pagë, pa asnjë antar të familjes të punësuar. Do të thonë këta më thonë, në rregull që është shteti i Kosovës, pavarësia, po në këtë aspektin e diskriminimit, po vazhdohet diskriminimi ndaj meje, ndaj familjes time si në kohën e Miloševićit, dhe Titos. Për këtë arsye thashë unë nuk do të heshti, dhe për këtë është përgjegjës Hashim Thaçi. Nuk është përgjegjës kur e thyeni heshtjen, çka keni për treguar? Unë kam shumë për të treguar. Unë kam shumë për të thonë. Por unë ato i tham aty ku duhet dhe ato i tham atëherë kur duhet, kur në dobi të Kosovës. Po kjo nuk i bie që po e thyeni heshtjen? Jo, unë jam ka thej heshtjen, sepse domethënë kjo tragjedi e imja, kjo ka gjenezën që nga Qirezi në vitin 1998, kur kryeministri tashmë Hashim Thaçi, domethënë e kanale dihet botërisht delegacionin e shtetit Kosovës, sepse unë isha nënkryetari i Parlamentit të Kosovës dhe në bashkëbisedë me ish presidentin historik të Kosovës, doktor Rogovën, jemi marrë vesh të formojmë delegacion dhe të vizitojmë popullatën civile në zonat e luftës. Dhe unë i kam pyet deputet të atëhershëm, akademik Idris Zahiri, se i vjetër për me ardhur në përmale, unë i kam prej delegacionit, se unë i kam prej shumë proceseve, në atë tjetër më saroni si kam organizuar, kam qenë kryetari i këshillit organizativ dhe i kam prej gjatë demonstrata kundër regjimit Miloševićit. Ato askush si përmend. Për dikan me pasboni demonstrat, ki histori e ki dokumentare shka dush. Dhe me thonë, edhe kem shku në zonat luftës, në vendet më të vështira, në Pagarush, kemi shku gata i drejt e Kleçka, në Gocat, kemi shku në Dule, kemi shku jemi nisë për Glogjan, në kanë këthy në Pej, dhe me thonë, bashkë me në Kibe, Kelmendën, kemi qenë dhe me ndjeren, që me përmosh një gru stoike, që dhe me thonë, edhe kemi qenë bashkë me deputet Kuvendit të Kosovës, me pjesëtar të partive politike të atëshme, domethënë, dhe na kanë kthyer ministri për Glogjan, domethënë kena dashur me shku me sakrifu edhe vetveten bashkë me popullatën civile me njerëz tonë, mos më thonë që udhëheqësat politik po rinë në Prishtinë e popullit, se ishte ajo kontradikta dhe mi vu kontaktet me ushtrinë shqiptare të Kosovës. Ishte një epizod, një incident, Jo, nuk është kjo incident. Po që se keni shpjeguar gjithë, jo, nuk është incident. Do t'i vi koha. Kjo është një krim. Domthon, është më tepër se incident. Sepse ne jemi në mënyrë paligjshme, kemi qenë legjitim, unë i kam njoftuar gjitha ambasadat perëndimore që kam shku, Parlamentin Evropian, Këshillin e Evropës për marshrutin e vizitës, për qëllimin e vizitës, edhe unë i kam evidencat, i kam audiokasetën çka kemi fol në ato takime, edhe i kam deponuar edhe të une edhe dikun tjetër, i kam fotografitë çka ka ndodhur me ne. Ku i keni deponuar? I kam deponuar aty ku duhet me deponu. Edhe kur vjen momenti ato fotografi kanë më u publiku. Domethënë mirë, po do të më prit momentin
sepse unë jam shumë i kujdesshëm kur është në pyetje procesi i Kosovës dhe kur është pyetje Kosova, sepse sikur çdo njeri për nesh, e du shumë këtë vend, kena bërë gjithçka për ta. Dhe për këtë arsye, domethënë i kemi depënuar dhe aty tash pse thot dikush pse Hashim Thaçi është fajtor. Pse Hashim Thaçi ishte atëherë në krahun e ushtrisë shqiptare të Kosovës, drejtor politik i UÇK-s, ishte njëri kryesor i cili në sekondën e parë që jemi nal në Qeraz duke folur me fshatarët për nevojat e tyre, për shka ka nevoja për me u ndihma, sepse visha misionin diplomatik amerikan këtu në fushë Kosovë kanë pas zyret dhe i alarmojsha për nevojat që duhet me u popullatës civile dhe gjendjen e mirë popullatës civile. Dhe kur kam dëgjuar se në Qeraz, në xhamin e Qerezit janë me qinda mia, domethënë qytetarë dërnicës, popullat civile, jena nisë për atje. Dhe ai ka qenë për momentit që ne jemi nalë, dhe në momentit kër jemi ardhur për Prishtinë, kena për Qiqavicë. Mund na tregoni më tepër detaje, deri tash pra keni folë. Unë kam me folë. Kush ju ndaloi? Na ka ndalu Hashim Thaçi me njerëz të tij. Personalisht? Po, personalisht, sepse unë Hashim Thaçi nuk e kam njoftë kurrë përpara. Unë e kam parë, ka pas një gazetë, ka dalë në atë kohë, a gazeta shqiptare, a dielli që deshin do gazeta, e ka pas një intervistë, në bazë të intervistë e kam pyetur mos jeti gjatë me ku po njeh ti. Thash më kam pa në fotografi, se nuk njeh. Edhe e kam marrë vesh se ai është Gjapni dhe i kam thonë shqeqë, që thanë ju një shoferat, ishte në Kibja, ishin Edita, ishin ta, dhe ju mëni mu da anash, gazetarët, ju 13 që metën në partije politike, tha ju një të arrestu mu më do këtë qërarak, edhe nuk besaj. Kushe tha? Kushe tha? Po Hashim Thaçi ishte me njerëz të tij, tash unë s'kam nevojë tash, unë kam qenë shumë i kujdesshëm në emna. Pse, unë nuk du me shfrytzuar rastin me përmendje me një lloj njerëz, sepse nuk është qëllimi i jetës time as i familjes time. Po du me folë të vërtetën. Hashim Thaçi është kryesori aty. Domthon i pëlqeu Atina se si pëlqeu, më pëlqeu mua se pëlqeu, domthon ai ka qenë, un kam qenë kryetari i grupit i këtij delegacioni. Nuk më thon tash un s'kam qenë. Kam qenë. Hashim Thaçi tha se ju jeni të arrestuar. Jeni të arrestuar dhe na kanë bërë me makinën, na kanë çuar në shkollë diku në fshat aty. Cila ishte arsyeja? Arsyeja se thjesht që jemi parti politike që përkrahim presidentin historik Rogova, që tash ai pëdel që për programa shumë përshkon të vore për kulit që mirë është mirë për kul, mirë këndashtë atëherë mirë për kul. Dhe më thonë, edhe po banë koalicion edhe me djalin e tij që është mirë që ka bo, kur kush se konteston. Por atëherë për të atëherë po, edhe dhe më thonë ka vazhdu, dhe më thonë për 33 net, dhe më thonë maltretimi ynë psiqik, fizik, shpirtnor, moral, dinitoz, dhe më thonë na kanë fyë dinitetin. Është folur edhe fizik. Po, edhe fizik. Edhe fizik. Disa nga pjesëtarët e delegacionit janë maltretuar edhe fizikisht. Domethënë, dhe kjo është nga kush? Nga kush unë nuk i kam listën e emrat, sa pas ne kanë dhënë emrat, unë jam ky. Po nga çata njerëz që na kanë dalë për momentin e fundit edhe deri në momentin që jemi liru. Momentin e parë që kam taku, domethënë ka qenë Hashim Thaçi, edhe njëri i fundit që jena përshëndet kur jemi nis për Qiqavicë, domethënë malit përpjet, ka qenë Hashim Thaçi. Edhe ai ka qenë njëri kryesor që na ka marrë në pyetje, që na ka bëu ato presionet. Dhe unë bëni përgjigje për ndalimin tuaj? Absolutisht. Asnjëri në botë nuk e bëj përgjigje, vetëm Hashim Thaçi. Dhe Hashim Thaçi duhet më dhënë mu përgjigje. Edhe nëse pse jemi ndalu. Edhe ku guxon me ndalu udhëheqësit politik të shtetit Kosovës, të cilët ishim në një mision kombëtar për me qenë ofër njerëzve tonë, ofër fëmijëve të Kosovës që vriteshin, ofër nanave shqiptare që maltretoshin, dëboshin, zhvendoshin dhe bënin ushtria dhe policia serbe gjenocid dhe paramilitarët ndaj tyre. Ka pas raportime se edhe ju jeni maltretuar edhe fizikisht. Shqiptar, jemi maltretuar fizikisht. Edhe ju personalisht. Po, edhe unë jam maltretuar fizikisht, bile unë në këtë mision nuk e kam normal mi thonë gjitha, por unë kam folë në mision në Klan Kosova, shumë shkurt kam thonë që Gjergj Deda ende s'ka folë. Këtë folë Gjergj Deda dhe gjana dhe të më nërru në Kosovë. Pse, jo, unë kam hesht për shkak Kosovës. Dikush nëse ka mënu që unë kam hesht se unë i fregona dikuj, du mi të regu opinionit që unë kam bo operacion frigën kur kam hinë politikë. Me çdo kusht. Do më thonë nuk kam ditë kur shka është friga, shka më vdekja, sot nuk e di. Ajo është do më thonë, kot me mënu dikush që më frigon. Veç hub ko. Do më thonë. Për këtë arsye do më thonë, ajo shka ka ndodhë, duhet me thonë dikush përgjithësi. Edhe ajo nuk ka të bëj, se tash po fillojnë, jo njëllosja e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Absolutisht.
ne i përkulemi ushtrisë shajt shërimtarët Kosovës. Individet të cilat në mënsaj dojnë me bëjtë çdo gjë me përfitu, ata quhen profiter, luftarak të luftës, ata quhen mercenar, ata quhen matrapaz, ata quhen kriminal, dhe individet duhet me eliminu çdo ushtri në botë, se në çdo ushtri ka individ që të bëjnë keq. Dhe nuk duhet dikush me identifiku veten me ushtrinë shpërndarë të Kosovës, mos më lënë gjë pa bën në saj. Si po i lidhni ju këto dyja, episodin që ju ka ndodhur ju dhe përfituesit? Po shoqja përfituesit ta kanë përfitu. Kush? Hashim Thaçi ka përfitu, se Hashim Thaçi domethënë ne na ka lënë në rrugë, ne na ka malltretu, ne na ka poshtnu, ne na ka fy, ne na ka për mu, që të gjithë jemi të fortë, domethënë moralisht e familjarisht. Na ka, unë po them, Slobodani mi ka vrarë me 10 anëtar të familjes, po Slobodani s'na ka kurit. Domethënë, ky edhe na ka kurit. Domethënë, edhe ka kanuni, domethënë na ka dobësu, na ka fy. Edhe këta s'ka qenë dashur me bë. As më pak kur i thot vetit një kryeminist, sepse një kryeminist është një lider i cili duhet me pas kujdes edhe me respektu gjithë qytetarët e Kosovës dhe gjitha partitë politike të Kosovës. Atë moment kur vendosëm më bë, jo më bë parti shtet. Sepse këtu në pyetje po vjen Hashim Thaçi po dëshon me vendos një diktaturë neostaliniste, po bëhet një tiran, një despot, i cili domethënë në fakt po e prish imazhin e Kosovës dhe raporti djeshëm i UNDP-s, se po bjen knashmëria qytetarët e Kosovës ndaj punës së kryeministit Thaçi. Unë s'kam asgjë me Partinë Demokratike, as me qeverinë e Kosovës, as me deputetët e Kuvendit të Kosovës. Unë duhet më dhon përgjigje Hashim Thaçi. Duhet më përgjigj në të pyetje, qoftë me ligje ndërkombëtare, qoftë me ligje kombëtare, qoftë me kanun. Çfarë dën? Më marr në rrugë, sepse më ka fy, më ka lënë domethënë të fym, më ka lënë pa punë, më ka lënë pa pagë. Mua dhe gjithë familjen time. Dhe ai do të më dhoni një përgjigje. Domethënë, e di se ai ka forcat, ka ushtrinë, kontrollon mediat, i kontrollon një pjesë të mediave. Domethënë, i kontrollon policinë, bile u bë vjedhja e dhomës dëshmive, edhe domethënë kur kush marrën polici bëhet vjedhje. Sa po bëni ju për të gjitha përgjegjës? Shoqja është ka marrë barakin, vetëm që ai dën me dal me lexue deklaratën e pavarësisë në Kuvendin e Kosovës. Kur ka mujtë me lexu kryetari i Kuvendit të Kosovës, ka mujtë me lexuar deklaratë në gazetar që lexon bukur, domethënë, ai për më dhon atributet se ky gjaja ka bërë shtetin, ky është shtetformuesi, ky është shtet ndërtuesi, ky është çlirimtari, që në fakt nuk është ashtu. Unë do të thonë se nuk është ashtu. Nëse don, i them 1000 argumente se nuk është ashtu. Shtetin e Kosovës ka bërë populli i Kosovës. Shteti i Kosovës po ndërtohet mbi gjakun e atyre që nuk jetojnë më, që kanë dhënë jetën për Kosovën dhe me kontribute gjithë neve. Jo të ti si individ ose të këti si individ ose të timin. Domthonë, përvetësimi i këtij gjaku, përvetësimi i gjakut derdhën dëshmorëve të martirëve, e gjymtyrëve të ushtarëve të UÇK-s, të cilët janë pa gjymtyrë, ndoshta edhe pa bukë. Edhe kjo është dënueshme, kjo është profiterizëm. Dhe për këtë arsye, Hashim Thaçi në këtë fazë është pengesë, është edhe për dobësimin e imazhit të Kosovës para bashkisë ndërkombëtare, veçanërisht para institucioneve të Bashkimit Evropian. Dhe raporti fundit Transparency International, raporti fundit i Progresit, pastaj raporti Freedom House, shpjegojnë shumë qartë për pozitën e Kosovës që është në vrima e zezë e Bashkimit Evropian. Por zoti Dedaj, shumë njerëz mund të thrasin, thonë tash se ju po flisni nga pezmi pasi që ju ka ndodhur, po kjo e keni rrëfimin personal dhe jeni të prekur. Ju jeni personi i njëjtë që keni thënë se qeveria tha se duhet të marrë çmimin Oscar. Absolutisht. Tash kjo është në kundërshtim me çfarë kam Kam thënë unë, edhe nuk jam pishman. Jo vetëm qeveria, nuk më thon për Hashim Thaçin. Absolutisht. Qeveria Thaçi, institucionet e Kosovës, qeveria, parlamenti i Kosovës kanë pas fjalën që kanë shpallë pavarësinë e Kosovës. Ata kanë duhet me marrë çmimin Nobel, kam thënë. Çmimin Nobel. Sepse asaj qeverie është ky person që po flasim për rrugtimi biblik me plot sakrifica shekullor, ne e shpallëm pavarësinë e Kosovës. Pse dikush po përfiton nga ajo shpallje, po pasionohet nga ajo shpallje, po i shkel tjetër, ajo është çështje që don shpjegim në proces ka mos shpjegu. Por unë kam pas fjalën për ato institucione dhe sot kësaj ditë them se qeveria edhe institucionet e Kosovës, edhe Kuvendi i Kosovës, edhe presidenca e Kosovës, që kanë shpallë pavarësinë e Kosovës, duhet me ia dhënë çmimin Nobel.
Po mirë, po në kryet kësaj qeverie qëndron Hashim Thaçi. Hashim Thaçi është njeriu më i votuar në Kosovë në 2 zgjedhjet e fundit. Jo, nëse shkojmë dhe ju keni pranuar të jeni një nga personat në atë qeveri. Ai edhe nisin pol zgjedhje po të marrën. Mënyrën që shimon ai do të fiton prapë zgjedhjet sepse i vjedh zgjedhjet. Këto janë zgjedhje manipulume. Në Kosovë kur nuk më kujtohet mas lufte që ka pas zgjedhje ndeshme, demokratike dhe transparente. Po mirë, po numri i votave fituara manipulohet as tepër është larg i pari. Kur të kish para sa të dush me ble vota, kur të kish mekanizma të tjerë që i kanë pas, secila të rifëndë në votat. Edhe Berlusconi i fitoi votat po humbi, edhe Sanaderi HDZ ka fituar votat, edhe Gaddafi ka mënuar që është, domethënë në demokraci disa krahasime me njerëz që do t'i pëlqenin shumë zoti Thaçi, pra ajo Hamburg o të vrarë o të shkarkuar. Nuk më bën përshtypje shka i pëlqen Hashim Thaçit, më bën përshtypje shka i pëlqen qytetarëve të Kosovës. Edhe unë di se një pjesë e qytetarëve të Kosovës nuk do pajtohen, por një ditë do të binden se unë kam drejtë. Unë kam informacione, se unë mana një muj. Po mirë, s'ka ndryshoj, ju keni qenë pjesë e kësaj qeverie. Vetëm në mujt fundit, unë kam qenë mbi 10 ditë në Bruksell. Edhe kam kontakte me institucionet e Bashkimit Evropian në nivele çfarë dëshirojnë. Se jemi antarë me drejta plota. Dhe kam informacione, domethënë, për zhvillimet në Kosovë. Vetë fakti i gjanës në pjesën veriore të Kosovës, vetë fakti i mbetjes Kosovës jashtë çdo procesi integrus, jashtë liberalizimit të vizës, i vetmi vend në Evropë, ku është KFOR-i, ku është NATO, domethënë, ku është EULEX-i, misione shumë të fuqishme, domethënë që mbetet ku është euro, në fakt u ndoshta para këtë vend të rajonit me që në Evropë, i vetmi vend që s'është në Evropë është Kosova, edhe që i vetmi vend që ka regjim të vizave, as në Bosnë s'mund të përshku, domethënë është Kosova, për shkak dobësive të qeverisjes aktuale. Domethënë, kjo është e vërtet absolute, sepse ka ne që kemi dalë vonë nga lufta, kemi dalë u bën vonë shtet. Jo, u bën 12 vite. Nëse kena dalë vonë nga lufta për me mujt me bë diçka mirë, nuk do të thotë që na do të më qenë suksesshëm me bokec. E pse çka po bën keq kjo qeveri? Shiqa, unë kisha rekomanduar qytetarët e Kosovës të lexojnë këto raporte që vijnë nga jashtë. Ato po thonë, domethënë ato kanë informacione se kanë njerëz në Prishtinë, në Kosovë. Po thonë që diçka nuk po funksionon në shtetin e Kosovës dhe për këtë arsye tash është bë gjatë fushatës elektorale. Thonin do të ketë rrymë 24 orë me 0, thonin se do të në dhjetor në këtë vit do të bëhet liberalizimi i viza. Absolutisht nuk do të ndodhë as në dhjetor, do të fillon procesi dialogun në janar. Unë sot para se marr studio kam marrë një letër nga komisionera e punëve të mbrëmshme Cecilia Malmström, e cila më njofton, falenderoj për vizitën që kam pas atje, për informacionet për Kosovën, shumë të sakta, dhe thotë që procesi do të fillojë në janar, dhe pas disa viteve, nëse kosovarët, liderët kosovar do të i plotësojnë, domethënë standardet dhe normat demokratike, atëherë mund të përfitojnë nga liberalizimi i vizave, domethënë nëse marrin zgjedhje të ndershme dhe të thërë, ligji zgjedhor mu reformu, me u luftue vërtet korrupsioni, kriminaliteti, nepotizmi, sepse domethënë shoqëni veç ka si pensohen njerëz nëpër ministrinë në qeverinë e Kosovës, domethënë krejt familjar nëpër shumë se unë s'kam dëshirë më marr me ato. Por ju po thani se në janar do të fillojë procesi dhe ky proces po fillon derisa në qeverinë e Kosovës po udhëheq Hashim Thaçi. Ky proces është premtuar nga Hashim Thaçi që ka pas më përfunduar tash. Po do të fillon, kjo do të thotë se kur nxënësi ose studenti më regjistru në shkollë ose në fakultet, e ai për shembull ka me shku 4 vjet ose 8 vjet në varë çfarë shkollë regjistrohet për me kryer shkollën ose fakultetin, dhe nëse merr nota dobta mundet me ngjelë dhe më përjashtuar nga shkolla, dhe për këtë arsye domon fillimi i procesit liberalizimit të vizave domon në dialogut nuk është kurrë suksesi për Kosovën. Edhe as më pak, domethënë ky kish pas me filluar më përpara mos më pagon kryet qeverisë Hashim Thaçi. Dhe unë mendoj se Hashim Thaçi duhet përgatitet, sikur se Berlusconi, sikur se domethënë Sanaderi edhe të tjerë, domethënë duhet përgatitet sepse është një periudhë gjatë ku nuk ka treguar performancë pozitive, që duhet përgatitet të shkon në shtëpi. Domethënë të lëshon rrugën tjerëve, që është normal. Tash sërish kjo duket se ju po flisni nga pezmi, pasi që e kam edhe një deklaratë tjetër tuajën.
citat i drejt për drejt, nuk ka vend në botë se nuk ka korupcion, më së paku korupcion ka në Kosovë. Severia e Republikës së Kosovës është severia më e pakorruptuar në rrezullin toksor. Këtë them me përgjithësi, sepse e them para kamerave, është tjetër gjë që dëshirojnë me na bë të apaft, me na bë të pazët, me na denigruar, me na zhvesh prej shtetësisë dhe për me mund të na sundojnë më lehtë, është shprehur Dedaj, pra është citat. Ta kam fjalën për qeverinë thasheni. Duhet me ditë kohën kur e kam thënë. Ata ka udhësur zoti Hashim për kritikën. Hashim tha që unë thash nuk mundesh me akuzu di kanë në fillim punës si ka bëni punë. Ai në fund shifet si e ke bëni punë. Keni thënë se po thoni kjo është para disa viteve. Edhe në atë kohë nuk kam pas, domthonë jam nis nga ajo që ndodh Ministrinë e Punës, jam nis nga jeta e përditshme, domthonë nuk kam pas ide që vërtet po ndodh ajo çka i ma vonë jemi bind, na kanë konfirmuar më në ndërkombëtar që po ndodh, dhe kjo domethënë është keq është normal me thonë. Për këtë arsye thash unë tash e kam problemin e vitit 2011 dhe më tepër kemi problemin e vitit 2012. Unë mendoj se në vitin 2012 duhet të filloj procesi i liberalizimit vizave, duhet të arrihet reforma zgjedhore që është pa një debat gjithë përfshirës, janë të përjashtuar me komplet partitë parlamentare nga ai debat. Domethënë, kur në botë nuk guxon të ndodh, edhe pas një debati e gjithë politik dhe shoqëria civile tjetër përfshirë, bëhet një ligj i pranueshëm, Europë perëndimor, i standardit perëndimor, zgjedhor, dhe pse jo në vitin e ardhshëm të shkojmë edhe në zgjedhje të parakohshme. Në mënyrë që Kosova të përfitojë, nëse bindën evropianët dhe miqtë tonë amerikanë, që kemi miq historik, se ne mujmë me marrë zgjedhjet ndershme, nuk i vjedhin votat. Edhe ai që del nga vota ndershme, atina i përkulim e respektojmë. Ata është flisni për vjedhje votash kur u bë zëvendës ministër. Kështu unë jemi ka flasim unë zëvendës ministër mandatin e kam bë para se me fitu Partia Demokratike kam bënë nënshkrimin 2007. Domethënë, por kur u caktuat, unë para se të vina në proces zgjedhor e kam nënshkruar. Domethënë nuk ka pas zgjedhje, ende kur e kam nënshkruar. Po zgjedhjet ndodhen pas rezultatit zgjedhor. Votat janë vjedhur në zgjedhjet e fundit. Zgjedhjet e fundit kanë qenë domethënë manipulime ju shihni kur kanë dalë shifrat votuan 97%, 110%. Kjo kërkon në botë nuk ndodhen as në Tunguzi. Domethënë ka pas vjedhje masive. Dhe kjo domethënë duhet më na shqetësu dhe më na parapërgatit që për mi njoftumit që tanë, mi bindë se ne jemi për akceptimin e standardet demokratike, sondimin e ligjit, zgjedhje të ndershme, atër duhet me bën një ligj zgjedhor, dhe mos më dhon shans ka u bëjve demokracisë me bërë çka dojnë me Kosovën dhe me demokracinë, thojza në Kosovë, por me bën një demokraci, dhe ai që fiton në mënyrë të ndershme, ai e gëzoft në mënyrë të ndershme. Ai që vjedh votat, manipulon votat, ai domethënë ka emrin ditë se quhet. Dhe nëse evropianët me qëtan bindën se dikush po vjen në pushtet dhe po rrin për mand pushtetin me dhunë, sikur Enver Hoxha që del ke 99% fiton ke Partia Punës, domethënë me dhunë, atëra ata nuk i hapin dyert Kosovës as për integrim në Evropë, as për liberalizim vizave, as për integrim NATO, dhe na do të më qenë tepër shqetësuar për këtë çështje. Ju dyshoni se Partia Demokratike e Kosovës do dilte si partia e parë nga zgjedhjet, sikur mos kishte ato që po i shuani ju manipulime? Absolutisht nuk mundet me dal partia e parë. Pse? Po nuk mundet me dal partia e parë. Shqetësa nuk mundet me dal partia e parë, edhe këta po them me kamgulje, nuk do të del më partia e parë, nëse zgjedhjet janë ndershme, nëse kemi listë zgjedhore. Domethënë nëse njerëz nuk privohen, nuk përjashtohen, nuk injorohen, sepse ai po kontrollon mediat, po kontrollon financat, po kontrollon jetën, po kontrollon policinë, po kontrollon çdo gjë, atë normal se edhe Enver Hoxha ka dalë gjithmonë fitues në zgjedhje, domethënë edhe partitë komuniste kanë dalë gjithmonë fituese me përqindje. Krahasime shumë vrazhda Enver Hoxha. Jo, nuk janë krahasime të vrazhda sepse struktura dhe mentaliteti nuk është shumë larg. Domethënë, qoftë i sigurimit të Enver Hoxhës, edhe vetë Enver Hoxhës dhe Hashim Thashit, qoftë edhe i shikut, i pjesëtarëve të shikut që janë mbrana për mbrana Partisë Demokratike që janë aktiv, që është dashur më shujt, është dashur më shku në shtëpi, më pensionu, më respektu, më marrë një medalje, por jo me qenë aktiv, domethënë edhe në njërin anë, ku dini ju se janë aktiv, keni vërejtur derisa keni qenë absolutisht po. Çdo gjë prej qeverisë Kosovës, në kryeën e qeverisë Kosovës deri në qerrët e fëmijëve vendosin ata.
Më thonë vendosin, edhe nështë kush më bëjë drejtori një shkolle fillore. Edhe kjo ka ndodhur si ku e marrin zyrtar pushtet. Ata kanë pushtetin, domethënë pa rezervë, pa kufizum. Ku jeni bindur ju? Unë jam i bindur tash më duhet mi pas në një 3-4 orë, edhe ata nuk i kemi, domethënë duhet më respektu dhe kohën, domethënë edhe me nis diçka mos më thonë atë është kemi ndonjë rast konkret? Po kemi plot raste konkrete. Që do ta përmendni? Shiqo, ka plot raste konkrete. Plot raste konkrete, kam plot raste konkrete, se thash unë e di se domethënë do të hakmerret dikush për këto shka i tham, po unë nuk mërzitna për atë punë. Sepse këto i tham për Kosovën, nuk i tham për mua. Se unë prapë do të vazhdoj të mesëm pa punë, pa pagë, domethënë edhe i fym, i injorum, por shumë krenar, më thonë shumë drejten, shumë jam krenar për ata që kam bo për vendin tim, se o dasht me bo, kam bo. Edhe nështë është keq e flas, jemi, nuk është modeste, por modestia në Kosovë e shumë budallak. Jam në 20 familje të Kosovës që i kam dhënë më shumë të Kosovës, gjak, punë, njerëz, diplomaci, shka të dënë Kosova. I kemi dhënë. E tash, me shkel që ata, dikush me një los që ata, nuk ka me, jo është më thoqi, askush në botë nuk ka drejtë. Dhe më thonë, se tash unë thash edhe përmenda këtë fjalën kaubojtë të demokracisë. Kaubojtë të demokracisë duhet mësohen me rregullat dhe normat dhe standardet të demokracisë. Kush janë kaubojtë? Kaubojtë të demokracisë janë ata që i vjedhin votat, edhe ata që shiten si demokrat, në fakt nuk ka lidhje me demokracinë. Sepse nëse doni ndershëm, ata do të marrin shansën e barabartë media, me pas financat partia në zgjedhje, me pas një prag zgjedhor, jo 5% me përjashtu këtë partitë e vogla, se është më thashë që ka bëu koalicion edhe me parti tjera që unë s'du mi përmend, po se ka marrë asnjë fjalë deri më sot. Unë jam taku mbi 10 herë. Nështë ajo 10 herë, veç nështë dejnë 10 herë, me kryeministrin thashë që rreth çështjes time personale dhe gjithmonë asnjë herë. Ama vetëm një herë nuk e ka marrë fjalën dhe për mua shumë e pabesueshme. Domethënë, një kryeministër që nuk e marr fjalën asnjëherë. Unë mendoj që nuk e marr fjalën as me mist, nuk është i sinqert. Se në Ballkan politikanët diçka tjetër flasin, diçka tjetër mendojnë, diçka tjetër veprojnë. Evropianët nuk i dojnë ta politikan, nuk i respektojnë. Duhet më thonë troç. Ju thatë më herët gjatë intervistës se po të flisni gjithçka keni do të ndrohet edhe do të ndrohet spektri politik në Kosovë. Ka ndru. Shqiqani, kur jam sharku me 15 korrek, kam thonë, ky është fundi fillimi i fundit Hashim Thaqit. Sot jemi 15 dhjetor. Edhe prapë e njoftoj. Se nëse vazhdon kështu, dhe nëse ignoron vlerat e mirëfillta të luftës, gjakun e dëshmorëve, ignoron njerëz që kanë bë shtetin e Kosovës, që janë martir gjallës e të vdekun të Kosovës, atëre po e njoftoj me 15 dhjetor se veç ka fillu procedura shpëtimi i fundit ti si kryeministri i Kosovës. Hashim Thaçi më e mend regjistrone në gjithë tashmë nuk ka me qenë kryeministër i Republikës Kosovës. Kjo është një kërcënim? Jo, nuk është kjo lidhur me kërcënim, kjo është një konstatim në bazë të fakteve, edhe në bazë të dhënave, edhe në bazë të asaj se si punon mbrana, si funksionon mbrana. Unë kam qas një uri, kam qas, që dikush mendon, unë jam qas shumë jam matosën me dhëna, me informacione rreth çdo gjëje, domethënë që po të flasun ka më ndryshu shumë gjëna. Edhe nuk ka me pas forcë përveç vdekjes, me thonë,